Çudia më e madhe 3 ditë zgjat thon shqiptarët. Megjithatë ka disa çuditë, të cilat zgjasin edhe ndoshta me javë, me muaj, edhe me sa duket do kapin vitin kjo çudia që unë do trajtoj këtë herë. Bëhet fjalë pikërisht për parashikimisimakun, por jo vetëm. Kam një personazh të cilin padyshim kam shumë respekt, kam shumë konsiderat edhe për faktin se shkruan, është një përcjellës i mirë i mendimeve të hedhura në letër e ndonjëherë atyre ndjesive të cilat ne i përjetojmë, por nuk arrim dot i transmetojmë te publiku apo tek njerëzit që kemi pranë. Më së miri vjen letra, vjen faqja e librit dhe vet botimi një pune të gjerë ndonjëherë që bëhet nga autorët, nga shkrimtarët. Hamdi Skreja është një personazh që padyshim e njihni për shkak të krijimtarisë së tij letrare, por në ana tjetër edhe të atyre ngacmimeve që bën në rrjetet sociale. Kur them ngacmime, referohem pikërisht shkrimeve, analizave të ndryshme të cilat ai bën të pareshtura në rrjetet e tij Instagram, Facebook e në gjithë platformat e tjera online. Kam kënaqësi ta kem këtë mbrëmje për të diskutuar pak për artin e shpirtit edhe të mendjes, për shkrimin, për librin, por mbi të gjitha edhe për kapacitetet njerëzore të një rrymë që është psikologjia, me të cilën ne her pas here e gjejmë veten nëpërmjet një turme që na tërheq. Miku im, mirë mbrëma, kënaqësi shumë të të kem. Në mbrëmë është kënaqësia ime sinqerisht 10 Faleminderit shumë dhe uroj që të jesh mirë në këto kohë të trazuara për ty. Gjithçka në rregull? Sinqerisht e pranova me shumë kënaqësi ftesën, siç e ke parë unë jam larguar prej kohësh nga rrjetet sociale për rastin e gjërave që dihen tashmë për shëndetin e Tindiri. Por e pranova me kënaqësi sepse kur flitet për vlera dhe antivlera, kur do të thënë e kam thënë diku tjetër që antivlera ze vendin e vlerës dhe vlera ze vendin antivlerës, normal që unë do të jem gjithmonë aty për të vërtetën, për fjalën atë realen që shumë të kollarisur nëpër studio televizive e shtrëmbojnë ose e zbukurojnë me shumë tjerë. E ke ndjekur, jam i bindur, fenomeni Parashikimisimaku, një turme krijuar në Shqipëri e ndonjëherë pa udhëhequr, megjithse parashikimia kështu në ajër, nga larg, me emrin e saj, me prezencën fantaz, po them kështu, të saj në këtë Shqipërinë e sotme, ka udhëhequr në linjën e saj të dashamirësisë me qindra në mos me mira, ose thuajse i gjithë vendi është përfshirë në këtë vorbull. Si e shpjegon? Ti je një mirë, besoj, parashivin si një njeri që shkruan edhe si një njeri që kulturën dhe artin e ka, se thosh, pjesë të jetës së tij, të pandashme. Po normal që unë e njoh nga distanca, e njoh nga arti, e njoh nga kultura, e njoh nga ajo çfarë ka vënë Shqipërisë. Le ta ndajmë parashivin në dy rrugë. Parashivin artiste dhe parashivin që përfitojnë nga i sistem, po përfitojnë edhe nga ati sistem, edhe Parashikimisimaku ishte aty është më vjetra e qundra parashikimit Shqipëri, që se kanë ngërë për kafshat buke dhe shqoti më këshillir asnjëherë, as rrjetet sociale asnjëherë. Të bëhen kubime, bëhen protesta për qenë të ngërdur, për mace të bela rrugëve, për kuartë për jetë njërësish, ato më nga djetë që bëpën për jetë njërësish, ato janë thjesht një show zjatin vetëm 3 ditë, dhe pas 3 ditë është ne vazhdojnë t'i harrojnë, dhe sa të pesim domin tjetër, unë më lesa që na japin disa logja të caktuara, apo disa individ të shtirur dhe të shitur. Kur thua të shtirur dhe të shitur, i referohesh në një emër i konkret? Po, plot. Të lutem, sepse kam krijuar mjafton shumë armiq që ka vite dhe nuk do apo burra që bëhen gra dhe gra që bëhen burra, nuk sa marrin famë këtu, se sa merr famë një djalë që merret me gazetari apo një vajzë që merret me letërsi. Unë për civile të Shqipëri që thashë edhe pak më parë, kanë vdekur për kafshat buke, kanë vdekur për ilaçe, po vdesin edhe sot. Çfarë do të presin tani njerëz pas vdekjes ti vlerëson për atë që kanë bërë? Jo, më le të vlerëson për pasa ata sa gjallë, të themi një faleminderit pastaj. Gjithë zhurmë e parashikimit është një zhurmë në tunaj komplet pa lidhje,
nëse ajo ka zgjidhur jetën e saj të jetojë ashtu në Amerikë, le ta bëjë atë në Amerikë dhe çojmë për Shqipërinë që kemi për ditë parasive në rrugët e Tiranës apo të Shqipërisë. Është një flusk sapuni. Thim të bujshëm në vëmendje? Po është flusk sapuni sepse për arqevin si Mako apo kushdo qoftë, i ka marrë benefitet e saj. Le të jemi realist. Pastaj, nëse ne marrim një rrugë, që siç e di edhe ti që nga marrë disa herë rrugën e Grini dhe nuk më kanë lësur një punë e janë kthyer, do të thotë nuk më ka pëlqyer aty dhe më rikthyer ajo kur nuk i pëlqente, atëherë le të rikthehej në atë. E gjithë zhurmë që bëhet sot është një flusk sapuni e gjitha që do shuhet. Domethënë ose më saktë, i vënë vëmendje disa media të caktuara, i dhanë atë vëmendjen që ajo kishte humbur rrugëve dhe tashmë e ringjallën edhe një herë ngritën Mă, tot ce până poate am trebuie să dubă. Pas nu exact. Po pse ja dhanë këtë vëmendje sipas teje? Domethënë pse duhet që po pse ja dhanë? Ja dhanë në vjes që po them kështu shkollë fare, po bashkë flasim haptazi, ja dhanë për klikime. Mă să te stai că da. Po, për klikime. Po kanë që ata mediat më para, se nuk ka folë dikush për apo vjetra se nuk do të trazeta tashmë nga përjetësia ku kanë shkuar ata që kanë jetuar ferrin këtu në Shqipëri. Dhe nuk si përmendi askush. Për çfarë? Hajtë bërë të shkojnë tani për klikimin dhe shpërthejmë si vajnë lakra. Kjo është qeveria shqiptare, ke parasysh. Kështu jemi gatuar ne. Jemi gatuar keq. më intereson edhe të pyes, më fal, të ndërpres pak këtu sepse dua të pyes edhe në raport me atë mbështetjen e dhënë karshi saj, edhe kjo në kontekstin e gjithë gjës së ngritur si një buje e madhe, po them kështu, në formë hipokrizie tu duk nga ata njerëz që ju gjendën pranë pikërisht në këtë moment, madje disa prej tyre thoshin që ne e dinim prej vitesh, prej kohësh, që ajo jetonte në atë formë, në atë mjeri, me praktisur ashtu. Atëherë, unë po nis nga fundi i pyetjes. Atëherë, përderisa këta individ të caktuar, gjithë burra apo gjithë gra, që dinin prej kohësh, që jetonte në njerimin që jeton sot, apo është stisur, nuk e di, gjërat që nuk i shoh dot unë me sy për shembull nuk mund t'i përcaktoj siç i përcaktojnë të tjerat, atëherë nuk e bën më parë. Ose më fal që po i futëm prapë edhe pse kam lënë atë epokë të bërit politik, por ndoshta ekziston edhe një gjë tjetër mes paraqevizë dhe politikës të Shqipërisë për të bërë një kaptim më dhe për të fshehur disa gjëra më tanë. Në drejtë kontekstin, e ke parasysh, ndoshta mos qoftë të vërtetë, ndoshta, nuk e di. Dakor, dëgjoj, është edhe një situatë e cila mund të jetë edhe në varësi të gjithë, po themi asaj çka ka dhënë ndër vite, ëh. Pra, deri dikur ka dhënë për muzikën shqiptare, pavarësisht mund të jetë relative kontributi i saj, por sidoqoftë mendoj që është një kontribut real. Pa ti ka qenë ajo. Që nuk ka qenë më parë. Dhe nuk më intereson fare kontributi që bën shqiptarët. Më kupton, sepse e gjitha që e bën në këtë kohë të trazora e bën thjesht për të dukur. Po. Më kupton, se atë ishte më ka fatikuar. Më kupton, dhe ne nuk kemi dot kapacitetin për të marrë atë që na ka ofruar ajo. Më kupton, se është e saja.
Nëse se kam dëgjuar diku që ajo do kthehet në Shqipëri. Eksakt, do dilja pikërisht te kjo, sepse thuhet që do të kthehet, do të bëj koncert në Shqipëri etj me radhë. Pra po, vijoj logjikën e mendimit si mendon për këtë pjesë. Okej, le të kthehet para Shqipërisë së Mako dhe le ta marr qeveria, kryeministria, drejt që bëhen ata, edhe ta vënë në një institucion kulturore. Në mos vënë në Altin Basha që na vjedhin teatrin, na çojnë teatrin, na vjedhin fondet, na katrojnë na. Ka të thjesht është. Ka të thjesht është. Kur kam meriti për teatrin unë atëherë, kam thënë, nëse dini që ka Zot, mos marrni teatr me teatrin, mbi teatrin, në teatrin, dhe mos lëni teatr me teatrin. Nuk konsideroj fjalësh, por ç'është e vërteta ime ashtu doli, sepse u nisi aleancë e pastër për teatrin dhe doli aleancë qelpsirash që fituan njerëz në shpinën time, në shpinën tonë, në shpinën e 10 qendrave, fituan mbi sinqeritetin tonë që rrinim atje, dhe sot ata janë bërë milionera. Nëse Altin Bashës ishte zëvendës drejtore kostumesh apo digje unë që kishin marrë miliona lekë. Le ta merret pas servisi, bërë le ta merret aty. Pa të thjeshtë, s'ka nevojë më bëj fare. Me që s'kemi shpi kulture, ke pasysh. Ndërkohë një pyetje e lidh gjithmonë edhe me aspektin psikologjik të turmës. Ishte kjo një lloj, le themi kështu, qasje pozitive për shqiptarët, u kënaqën, po e them kështu hapur. Domethënë u lumturuan shqiptarët për një periudhë kohore, i vleti dhe politikës kjo gjë që shqiptarët kishin me çfarë të merreshin këtë periudhë kohore, parashivia. Ju ka vletur vetëm një tufë ignorantësh shqiptarësh bashkë me disa media të mirë paguara për ta bërë këtë buri dhe për të na çorientuar nga jeta e përditshme e jona, sepse ti e di shumë mirë që ka pak muaj që historia e Tilbiri është bërë publike dhe janë 5 media që e kanë bërë publike historinë e djalit tim dhe 50 tjera kanë heshtur. Në këtë rastin e morën me shqimin bio, ndonjë gjithë burg, gjithë grua që është ai, e morën me publikuan mediat, u ngopën me klikime, u ngopën me lek, ndoshta edhe me fatkeqësinë e saj. Po jemi sot këtu, ku jemi. Ndoshta edhe me fatkeqësinë. Pra ti thua në një farforme mediat i japin prioritet asaj çka nuk duhet dhënë. Dhe i harrojnë parashivit që gjenden këtu në mesin tonë dhe mua më vjen keq që është dhe rasti yt në mes. Ti di që unë kam mbështetur shumë për këtë gjë dhe jo për ta thënë në media, po e ndjej realisht shumë ta them. Megjithatë, do të pyes pikërisht për këtë çështje. Jo më kot e lash në fund për nga rëndësia, por për të kuptuar se mendoj që e meritojnë shqiptarët që të janë gjetur pranë për të thënë një fjalë për ta, edhe mbi të gjitha dhe për shëndetin e djalit. Nuk kam prej kaq kohësh nuk kam pranuar të flas për shëndetin e Tilbirit, ne kemi qenë në Itali, kanë bën një punë shumë të madhe doktor Bars Fahia bashkë me motrën e tij. Kam nga një mirënjohje zemre për çdo shqiptar dhe çdo shqiptare kudo që janë nëpër botë. Ne kemi qenë atje, kemi bërë 3 apo 4 ditë ekzaminime. Dhe në fund kanë dalë në rezultatin që djali duhet më kohët përpara që të hyjë në sallë të operimit sepse nuk është në gjendjen e mirë shëndetësore për të bërë operim. Edhe nuk janë 2 operime, por janë 4. Dhe Zoti na ndihmoft. Patjetër, dhe uroj që të bëhet më e mira në gjithë periudhën kohore sepse di që ke vuajtur shumë në fakt. Edhe sigurisht është ajo gjëja më e shtrenjtë dhe më e dhimbshme është fëmia mbi të gjitha. Se nuk dua të trazoj shumë edhe gjendjen emocionale në këtë pjesë, dua të pyes edhe për diçka të bukur kështu, si përmbyllje të kësaj hapësire kohore të shkurtër por të vlefshme për të dy. Je duke hedhur diçka në letër, ka një lloj pune, aq sa ti mundesh edhe aq sa mendje të qetë ke padur, por ndonjëherë sikurse thotë edhe ajo shpreha që më jepi një dhimbje ta kthe në kryevepër, në kuptimin që sa i trazuar ke qenë edhe ke patur të nevojshme të shkruash, të shlirohesh disi. Në fakt që kur kam mbaruar librin e 5, unë
kam shkruar pak fare dhe pasi është bërë publike historia e djalit, unë nuk kam shkruar asgjë, nuk kam lexuar asgjë, kam mbyllur edhe rrjetet sociale Po, për të rigjetur veten, sepse përveç djalit unë duhet kujdesem edhe për veten një në radhë parë, se kanë qenë disa situata ashtu. e kuptoj. Kështu që nuk Po, Kështu që nuk besoj, njëherë për njëherë nuk besoj që do kem një libër të radhës në. Por nëse do kisha kohë për shkruar librin e radhës, po, do të ikja poezisë dhe do shkruaja për gjithë këtë turmën që na hedhin kimnaje në syve, pa e parë realitetin fare para syve që e kemi aty për çdo ditë. Çdo ditë, po, e kemi në kulturë, kemi në media, kemi në politikë, kemi në njerëz publike, kemi në portale, kemi në rrjetet sociale, njerëz bollizues, njerëz do të thonë që do të them edhe gjë tjetër. Këtu marrin fam njerëz që nuk e kanë lexuar kur një libër në jetën e tyre. Që jo një libër, po një faqe libri. Po të shohësh, domethënë, në vëmendje këta emisionet që janë nëpër mediat tona, lexojmë Big Brother, tani se çfarë fame kanë një pjesë e madhe tyne, nuk e di përveç formave, apo djali bërë vajzë, apo vajza e bërë djalë, domethënë njerëz pa pikë me vlerës për shoqërinë shqiptare. Domethënë njerëz që nuk kanë absolutisht asnjë lloj mesazhi për t'ia transmetuar mua apo unë djalit tim. Nuk e di nëse din, por unë vjet pikërisht për ta ndihmuar djalin, unë nuk e quaj vetëm se jam vit. po, Kam bërë një kërkesë për të qenë pjesë në Big Brother vit, por unë nuk pata një përgjigje, sipas atyre unë nuk isha VIP, sepse unë dashuroj vetëm një grua. E kam shojt familjen, unë nuk jam kthyer nga burg bën grua, apo dalë dhe qes antivlera, apo llumë, apo qes se sa të dashura kam pas në jetën time. Dhe ndoshta kjo ishte kultura e ekraneve dhe apo televizioneve shqiptare. po. Ndoshta kjo ishte që unë nuk e arrija dot. Por sidoqoftë, unë jam i bindur që gjithë kësaj domosdoshmërie që ty të ishte pjesë e rrugëtimit për të qenë e asaj shtëpie për shkak se të jepi një dorë te djali dhe gjithçka tjetër, jam i sigurt që edhe ky qëndrim i jashtë është shumë më i vlefshëm dhe më i nevojshëm për shkak të situatës. Të fundit jam i sigurt që edhe më pas do kemi mundësi të diskutojmë një ditë tjetër me qetësinë tonë, kur gjithçka do bëhet mirë për këtë platformë, për këtë format që ka gjithashtu marrosur gjithë qytetarët. Pyetja e fundit e dua nga ana jote një mesazh drejt për drejt për qytetarët shqiptar. Me dorën në zemër për gjithçka duhet, ke nevojë mund ta përdorësh në raport me veten për situatën, por dua që këtë hapësirë ta dedikoj tani ty. Për shqiptarët ju uroj gjitha të mirat kudo që të jenë, i bekoj Zoti ata dhe familjet e tyre në shëjtërimin e të shtjellës familjare, të kenë gjitha të mirat dhe mos rreshtin kur për t'i dashuruar vlerat njerëzore dhe artistike kudo që të jenë. Ishte Hamdis Kea, dashur miq, një personazh i cili padyshim e njihni shumë edhe për shkak të kontributit që ka dhënë në aspekt me letërsinë, me artin, por edhe duke gjetur pranë të gjitha situatave të ndodhura me mbështetje në raport me shkrimet dhe gjithçka tjetër. Situata e djalit është padyshim e njohur tani, më urojmë që të bëhet më e mira, ndërkohë që unë e falenderoj për kohën dhe për prezencën. Vazhdojmë vetëm pas pak, mos shkëpuni sepse kemi të tjera materiale të tjera personazh. Pas pak në Times.